Po ne si organizat qysh nga viti 2024 kemi filluar aktivisht të merr me promovimin e turizmit në komunën e Soarekës. Projekti i parë të cilin e kemi realizuar ka qenë harta e monumenteve kulturore natyrore që janë në mbrojtje në komunën e Soarekës, në mbrojtje që janë nga komuna e Soarekës dhe nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, apo që ka qenë atëherë Ministria e Kulturës, Turizmit, Sportit e tjera. Dhe projekti i parë që kemi bërë ka qenë harta e monumenteve kulturore natyrore që janë në mbrojtje në komunën e Soarekës. Këtë projekt e kemi bërë duke parë që në Soarek nuk ka qenë një hartë e tillë. Që është e rëndësishme, edhe në Kosovë nuk ka pas deri në atko hartë që kanë qenë të gjitha monumentet natyrore, kulturore dhe historike në një vend, përkatësisht në një hartë, dhe duke parë këtë mungesën, ne si organizatë bashkë me disa prej profesorëve tanë të cilët bashkëpunojnë vazhdimisht, na ka lindur ideja që të aplikojmë me organizatën tonë në realizimin e këtij projektit. Pastaj kemi analizuar të gjitha këto vendimet në aspektin e kovendit komunal dhe ato të ministrisë. I kemi identifikuar gjitha, kemi shkuar, kemi bërë realizimin e foto, video me dron, e kemi parë gjendën reale dhe e kemi punu hartën. Harta e monumenteve natyrore dhe kulturore historike në mbrojtje në komunën e Soarekës është kjo që është e vendosur tani në muzeun e qytetit të Soarekës. E kemi shpërndar edhe në pika tjera që janë me interes për vizitorët apo që kanë të bëjnë me turizëm, me kulturë, me promovimin e vlerave tona të komunës sonë. Kjo hartë fatmirësisht është prit mirë dhe ka pas indikacionet mira për ne si organizat me vazhdu. Pastaj, me përfundimin e hartës së monumenteve kulturore natyrore, ne kemi vazhdu, kemi krijuar katalogët. Katalogun turistik të komunës Soarekës, si dhe katalogun e qytetit të Soarekës. Në katalog, përpos pjesës topografike, përmes simboleve ku janë të paraqitura, do të thotë të gjitha vlerat turistike të komunës Soarekës, ne i kemi bërë imazhet me anë të dronit, kemi angazhuar një kompani profesionale e cila ka bërë fotot dhe i kemi vendosur edhe hartat, edhe monumentet kulturore dhe natyrore në foto dhe kemi bërë në formë të fletë palosjes dhe një anën pjesë e kemi pas hartën e monumenteve kulturore, natyrore dhe më thanë, zbashku me katalogun e qytetit, pjesën tjetër e kemi pas hartën komunale dhe në formë fletë palosje që ta shpërndajmë për vizitorët dhe ta ketë ai në formë edhe A4, edhe A3, A5 dhe ta ketë në formë të gjepit me veti dhe mund ta merr me veti. Dhe pastaj edhe këto i kemi shpërndar edhe në formate tjera A0, A1, A4 i kemi shpërndar në për institucione diku rreth 2000 kopje i kemi shpërndar në për gjitha institucionet relevante që kanë të bëjnë me promovimin e turizmit. Pastaj projekti tjetër i rëndësishëm ka qenë harta orientuese e qytetit të Soarekës. E kemi bërë hartën, pastaj së bashku me dy bizneset të cilat na kemi përkrahur, i kemi ndërtu edhe mbajtësit prej druri dhe i kemi vendosur mbajtësit prej druri te muzeu i qytetit që është përpara dhe te komuna e Soarekës. Edhe ky projekt na shpritur shumë mirë dhe vizitorët, shpeshherë na dërgojnë video, foto duke vizituar dhe duke bërë foto tek këto, se japin një pamje të mirë përshtatet me ambientin si te komuna ashtu edhe te muzeu.